Benita dhe Klodi janë pranë njëri tjetrit në një moment të qetë, larg zhurmës dhe debatit të banorëve të tjerë. I love you. Atmosfera You're my është everything. ngrohtë dhe pak Wait, what's going on, Asher? sepse të dy e ndjejnë emocionin e momentit. Benita, duke parë se Klodi po e shikon me një mënyrë të veçantë, vendos të tregojë ndjenjat e saj në një mënyrë të drejtë për drejtë. Ajo afrohet ngadalë dhe, pa paralajmërim të madh, I jep një puthje në buzë. Ky akt, I thjesht por shumë I fuqishëm emocionalisht, duket se e kap Klodin totalisht në befasi. Ai ngel I shtangur, me sytë pak të zgjeruar dhe një heshtje që tregon se nuk e priste këtë veprim. Puthja e Benitës nuk është vetëm një gest fizik, por një shprehje e ndjenjave të saj të sinqerta, e cila tregon gëzim, lumturi dhe një emocion që ajo nuk e kishte fshehur më. Benita duket e gëzuar dhe e lumtur. Buzëqeshja e saj është e qartë dhe e madhe, duke reflektuar kënaqësinë që ndjen për këtë moment. Ajo e shikon Klodin me një shikim të ngrohtë dhe të ndjerë, sikur po I tregon se kjo nuk është vetëm një veprim spontan, por një mënyrë për të shprehur atë që ndjen me të vërtetë. Lëvizjet e saj janë të buta, natyrale dhe të sinqerta, duke e bërë momentin edhe më të veçantë. Klodi, ndërkohë, duket sikur nuk di çfarë të thotë apo të bëjë. Trupi I tij është I ngrirë për disa sekonda, ndërsa mendja e tij përpiqet të përpunojë atë që sapo ndodhi. Ai e di se ky moment është më shumë se një puthje e thjeshtë, është një deklaratë emocionale dhe një hap I madh nga Benita, një sinjal I qartë I ndjenjave të saj. Banorët e tjerë, që ndoshta e shohin nga larg, nuk mund të shmangin kuriozitetin dhe vëmendjen. Por ky moment duket se ekziston vetëm për Benitën dhe Klodin, si një hapësirë private brenda shtëpisë, ku emocioni është I papenguar dhe I sinqertë. Çdo frymëmarrje, çdo shikim dhe çdo buzëqeshje ndërthuren, duke krijuar një moment që duket I ngadalë, pothuajse I pavërtetë, ku koha ndalet për pak sekonda. Benita përpiqet të mbajë gjallë atë ndjenjë të bukur. Ajo I tërë ot Klodit me një zë të butë dhe të qetë se kjo nuk është thjesht një puthje, por një shprehje e lumturisë së saj dhe e ndjenjes që ka për të. Qeshja e saj e lehtë dhe sytë të ndritshëm tregojnë se ky moment është I rëndësishëm për të, dhe se ajo e ka pritur me emocion të veçantë. Klodi, pas disa çastesh heshtjeje, fillon të reagojë ngadalë. Ai e prek dorën e Benitës dhe e shikon me një shikim të butë, ku emocionet e tij fillojnë të bëhen të dukshme. Ai kupton rëndësinë e veprimit të saj dhe, edhe pse mbetet I shtangur për pak, ndjen një ndjesi të veçantë gëzimi dhe kënaqësie që nuk mund ta përshkruajë me fjalë. Ky moment zgjedh disa minuta, sepse asnjëri nuk dëshiron të përfundojë menjëherë. Çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo buzëqeshje janë të ngarkuara me emocion. Benita ndjehet e sigurt dhe e lumtur për të treguar ndjenjat e saj, ndërsa Klodi përpiqet të kuptojë dhe të ndjejë atë që po ndodh. Në heshtje, ai fillon të ndjejë afërsinë dhe lidhjen që ka me të, dhe kjo puthje shndërrohet në. Benita I afrohet Klodit në një moment më të qetë, larg zhurmës dhe debatit të banorëve të tjerë. Atmosfera mes tyre është e ngarkuar me emocione, dhe ajo vendos të flasë hapur për ndjenjat e saj. Me një ton të qetë, por të vendosur, Benita fillon të tregojë se sa shumë ka menduar për të dhe për lidhjen e tyre, duke shprehur një dëshirë që e kishte mbajtur për vete për një kohë. Ajo I thot Klodit se dëshiron një fëmijë me të, duke I shpjeguar se kjo është diçka që ajo e sheh si të rëndësishme dhe të bukur për të ardhmen e tyre së bashku. Benita vazhdon të shpjegojë se ajo nuk kërkon thjesht një fëmijë, por një fëmijë të mirë, të lumtur dhe të bukur, që do të pasqyronte dashurinë dhe kujdesin që ata mund të japin si prindër. Ajo I thot Klodit se kjo dëshirë nuk është thjesht një impuls momental, por diçka që e ka menduar seriozisht dhe që për të ka kuptim të thellë. Përmes fjalëve të saj, duket e qartë se Benita po përpiqet të tregojë se ndjenjat e saj janë të vërteta dhe të sinqerta, dhe se ajo ka shpresë që Klodi do ta kuptojë rëndësinë e këtij mesazhi. Kur flet për këtë dëshirë, Klodi qesh. Qeshja e tij nuk është e ftohtë apo përbuese, por duket si një reagim I lehtë, I habitur nga sinqeriteti dhe hapësira që Benita ka zgjedhur për ta shprehur. Ai nuk e ndalon, por vazhdon të dëgjojë, ndërsa Benita shpreh emocionet e saj me intensitet. Ajo tregon se për të, kjo është një ëndër e bukur dhe se I ka ardhur koha ta ndajë me dikë që do dhe I beson. Benita shkon edhe më tej, duke folur për të ardhmen dhe për momentet që ajo imagjinon se mund të kalojë së bashku me Klodin dhe një fëmijë. Ajo përmend se dëshiron një familje të vogël, të ngrohtë, ku ka respekt, dashuri dhe përkujdesje. Ajo thot se kjo nuk është një kërkesë për tani, por një vizion që e ka në zemër dhe që për të ka një rëndësi të madhe.
Ndërsa Benita vazhdon, Klodi duket se është i përqendruar dhe i habitur nga sinqeriteti i saj. Ai qesh sërish, këtë herë më i lehtë dhe më i butë, duke treguar se ka kapur mesazhin dhe e vlerëson hapësirën e ndarë. Reagimi i tij i bën të dy të ndihen më afër dhe krijon një moment të veçantë, ku fjalët, emocionet dhe shikimet ndërthuren dhe bëjnë që koha të duket e ngadalë. Benita e mbyll bisedën duke thënë se e di që gjithçka ka kohën e vet dhe se nuk ka nxitim, por donte të shprehte atë që ndjen. Qeshja e Klodit mbetet aty si një shenjë e mirëkuptimit dhe e një reagimi të ndershëm, dhe atmosfera mbetet e ngrohtë dhe e qetë, duke lënë pas tensionet e ditëve të mëparshme. Ky moment kthehet në një nga bisedat më të gjatë dhe më të ndjeshme mes tyre, duke treguar afërsi, emocion dhe besim që krijohet vetëm në marrëdhënie të sinqerta. Ludo vendos të flasë hapur dhe pa rrotulla për ndjenjat e tij ndaj Benitës, në një moment që duket i ngarkuar emocionalisht. Ai e thërret Benitën për një bisedë më të qetë, larg zhurmës së të tjerëve, dhe fillon t'i shpjegojë se prej ditësh e ka menduar këtë gjë. Ai thotë se e pëlqen sinqeritetin e saj, mënyrën si sillet në shtëpi dhe energjinë që ajo sjell, duke shtuar se për të Benita nuk është thjesht një lojtare, por dikush që i ka zgjuar ndjenja të vërteta. Teksa flet, Ludo duket i emocionuar dhe pak i tensionuar. Ai pranon se nuk është e lehtë të shprehë ndjenjat, sidomos në një ambient ku gjithçka shihet dhe komentohet. Ai thotë se nuk pret asgjë me zor, por ndjeu nevojën t'i tregojë Benitës se çfarë ndjen, sepse nuk dëshiron ta mbajë brenda. Fjalët e tij janë të drejtpërdrejta dhe pa lojra, duke treguar se ai është i gatshëm të rrezikojë një refuzim vetëm për të qenë i sinqert. Benita e dëgjon me vëmendje, pa e ndërprerë. Ajo qëndron e qetë, por fytyra e saj tregon se e ka të qartë çfarë do të thotë. Pasi Ludo përfundon, Benita merr frymë thellë dhe i përgjigjet pa hezitim. Ajo i thotë se e vlerëson shumë guximin e tij dhe faktin që ai foli hapur, por se ndjenjat e saj janë diku tjetër. Me një ton të prerë, por të qartë, ajo thotë, "Unë dua Klodin." Këto fjalë e mbyllin menjëherë çdo hapësirë për keqkuptim. Benita shton se nuk dëshiron ta mashtrojë askënd dhe se nuk ka ndërmend të luajë me ndjenjat e Ludës. Ajo shprehet se zemra e saj është e fokusuar te Klodi dhe se, pavarësisht respektit që ka për Ludon, nuk mund t'i japë shpresë. Refuzimi i saj është direkt dhe pa kthesa, duke e bërë të qartë pozicionin e saj. Ludo mbetet për disa çaste në heshtje. Ai përpiqet ta mbajë veten, por duket se refuzimi e prek. Megjithatë, ai mundohet të tregojë pjekuri dhe i thot Benitës se e kupton përgjigjen e saj. Ai shton se të paktën tani ndihet më i lehtësuar që foli dhe nuk mbajti ndjenjat për vete. Edhe pse i zhgënjur, ai përpiqet të ruajë qetësinë dhe respekt. Pas kësaj bisede, atmosfera mes tyre ndryshon. Benita largohet duke qenë e bindur në vendimin e saj, ndërsa Ludo mbetet duke reflektuar mbi atë që ndodhi. Banorët e tjerë më vonë fillojnë ta komentojnë situatën, duke folur për guximin e Ludës dhe vendosmërinë e Benitës. Ky moment kthehet në një nga skenat më të forta emocionale, sepse tregon qartë se jo të gjitha ndjenjat janë të ndërsjella dhe se ndershmëria, edhe kur dhemb, është gjithmonë më e mirë se heshtja. Eliona përballet me Labin në një debat që ka qenë i pritur për një kohë të gjatë, duke reflektuar tensionet dhe grindjet e mëparshme mes tyre. Ajo fillon duke folur me një ton të prerë dhe të vendosur, duke shprehur hapur mendimin e saj për Labin dhe mënyrën se si sillet. Eliona i thot qartë se sipas saj Labi ka nevojë për psikolog, duke i bërë të ditur se sjellja e tij shpesh është e paqëndrueshme dhe se nuk e kupton ose nuk di si të përballet me situata normale të përditshme pa tension. Ajo vazhdon duke theksuar se Labi nuk sillet gjithmonë me logjikë dhe shpesh bën gabime të qarta që ndikojnë te të tjerët, duke krijuar probleme që mund të shmangeshin. Për Elionën, kjo nuk është thjesht një shaka, por një vëzhgim i vazhdueshëm i sjelljes së tij, duke e bërë të ndjehet se ai nuk kupton realitetin rreth tij. Ajo shton se disa veprime të tij janë të papjekura dhe shpesh dëmtojnë marrëdhëniet me banorët e tjerë. Debati përshkallëzohet kur Eliona përdor fjalë më të forta dhe i thot Labit se, për të, ai është budalla fare. Ajo i shpjegon se kjo nuk është thjesht një kritikë e lehtë, por një vërejtje e bazuar në shumë situata ku ai ka treguar se nuk ka menduar para se të veprojë.
Ajo i përmend shembuj të ndryshëm ku vendimet e tij kanë sjellë përplasje, tension dhe keqkuptime, duke treguar se nuk është fjala e parë që ajo e thot pa arsye. Labi përpiqet të përgjigjet, por Eliona nuk e lë të ndërpres. Ajo shpreh qëndrimin e saj me qartësi dhe pa ndonjë qëllim të fshehur, duke thënë se çdo situatë ku ai ka reaguar impulsivisht ka treguar dobësinë e tij dhe mungesën e kontrollit emocional. Ajo i thot se kjo është arsyeja pse njerëzit shpesh e marrin jo seriozisht dhe pse shumë herë gjen veten në debate pa fund me të tjerët. Debati zgjat disa minuta dhe në çdo fjalë të Elionës ndjehet vendosmëria për ta bërë Labin të kuptojë se jo çdo veprim ka pasojë të mirë. Ajo nuk e sulmon personalisht në mënyrë të panevojshme, por thekson se duhet të reflektojë dhe të ndryshojë mënyrën e të menduarit dhe vepruarit. Për të, ky debat është më shumë një përpjekje për ta bërë të kuptojë se disa gjëra mund të përmirësohen dhe se nuk mund të vazhdojë të sillet pa pasur përgjegjësi për veprimet e tij. Në fund të debatit, Eliona e lë Labin duke ecur i menduar dhe i qetë, ndërsa ajo vetë duket e lodhur nga emocioni i shprehur dhe tensioni i krijuar. Heshtja që pason është e rëndë, sepse secili prej tyre e ndjen peshën e fjalëve që janë thënë dhe ndikimin e tyre mbi marrëdhëniet mes banorëve. Ky moment bëhet një nga debatet më të forta dhe më të gjata, duke lënë gjurmë që ndihen gjatë gjithë ditës. Bela, qeni i Benitës, bëhet papritur qendra e vëmendjes në një moment që askush nuk e pret. Teksa Labi afrohet pranë Benitës për të folur, Bela reagon menjëherë, sikur e ndjen tensionin ose thjesht dëshiron të mbrojë të zonjën e saj. Qeni çohet shpejt nga vendi ku ishte shtrirë dhe me hapa të shpejt i shkon drejt Labit, duke lehur fort dhe me një energji që befason të gjithë. Benita fillimisht shtanget nga reagimi i Belës, ndërsa Labi ndalet në vend, i habitur nga ajo që po ndodh. Bela i afrohet edhe më shumë, duke u përpjekur ta trembë Labin, sikur do ta sulmojë, dhe vazhdon të lejë pa pushim. Situata duket e tensionuar për disa sekonda, sepse askush nuk e pret një reagim kaq të fortë nga qeni. Labi, në vend që të trembet, fillon të qesh. Ai e sheh gjithë skenën si diçka komike dhe bën shaka me situatën, duke thënë se Bela po e mbron Benitën më shumë se kushdo tjetër në shtëpi. E qeshura e tij e ul pak tensionin, por Bela nuk ndalet menjëherë. Qeni vazhdon të qëndrojë pranë Benitës, me syt nga Labi, sikur t'i dërgojë mesazhin se nuk duhet të afrohet më shumë. Benita përpiqet ta qetësojë Belën, duke i folur me zë të butë dhe duke e ledhatuar. Ajo i thot se gjithçka është në rregull dhe se Labi nuk përbën asnjë rrezik. Pas disa çastesh, Bela fillon të qetësohet, por sërish nuk largohet nga ana e Benitës. Qëndron pranë saj, duke u shtrirë, por pa ia hequr syt Labit. Banorët e tjerë që janë përreth nisin të komentojnë situatën. Disa qeshin, disa të tjerë habiten nga instinkti mbrojtës i Belës. Duket sikur qeni ka ndjerë diçka dhe ka reaguar në mënyrën e vet. Ky moment kthehet në një nga skenat më të përfolura, sepse askush nuk e kishte menduar se Bela do të reagonte kaq fort ndaj afrimit të Labit. Labi vazhdon të qesh dhe thot se nuk i ka ndodhur kurrë më parë që një qen t'i sulet në këtë mënyrë, sidomos pa asnjë arsye të dukshme. Ai e merr gjithë situatën me sportivitet, duke e kthyer në shaka, ndërsa Benita buzëqesh, edhe pse duket pak e shqetësuar nga re. Agimi i kafshës së saj. Në fund, atmosfera qetësohet plotësisht. Bela mbetet e shtrirë pranë Benitës, sikur të ketë kryer misionin e saj, ndërsa Labi largohet pak më tutje, ende duke qeshur dhe duke treguar skenën si një moment argëtues. Ky episod mbetet në mendjen e të gjithëve si një moment i papritur, ku instinkti i një qeni ndryshoi krejtësisht rrjedhën e situatës dhe solli një përzierje tensionesh, të qeshurash dhe habje në shtëpi.